Në Korçë është vërejtur një rritje e ndjeshme e interesit për librat, ndërsa libraritë e qytetit raportojnë një numër më të madh lexuesish dhe kërkesash gjatë javëve të fundit. Sipas punojësve të librarive, qytetarët po rikthehen drejt leximit, duke preferuar kryesisht romanet bashkëkohore, letërsim psikologjike dhe librat motivues. Në listën e titujve më të kërkuar dominojnë veprat e autores turke Elif Shafak, romanet misterioze të Carlos Ruiz Zafón, si dhe librat e autorit motivacional Robin Sharma. Krahas tyre, një interesim i qëndrueshëm vërej dhe për autorët shqiptar, sidomos për ata që trajtojnë tema sociale dhe rrëfime personale. Më pëlqen të lexoj klasiket, misteret, libra të këtij. Së fundmi cili libër keni në dorë? Së fundmi kam lexuar Shënime nga skuta të Dostojevskit. Pse ju pëlqen leximi? Është e rëndësishme për mua se, është një botë tjetër, më ish nga realiteti dhe është diçka që më pëlqen ta bëj. Të kaloj kohën duke lexuar. Libraritë raportojnë rritje të kërkesës edhe nga lexuesit e rinj, ku më të preferuara mbeten librat e fantazisë dhe seritë ndërkombëtare, ndërsa prindrit po orientojnë fëmijët drejt librave edukativ dhe atyre me ilustrime tërheqëse.